Për sot do bëjmë biskota me mjalt. Përbërësit janë: na duhet mjalt, sot buke, miell, 2 filxhana kafe me sheqer, 2 filxhana kafe me vaj, 2 kokra vezë edhe pak qumësh. Do rrafim në fillim vezët, do t'i bashkojmë me vajin, me sheqerin edhe me mjaltin. Do hedhim edhe qumshtin dhe pasandaj do e përzihem me miellin me gjithë sodën e bukës dhe do hedhim në një tas duke e përzirë derisa të na bëhet masa e njëjtë dhe do ndajmë në forma. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Fillojmë dhe përgatisim brumin e biskotave. Kemi thyer 2 kokra vezë, i rrapim tani që kemi përfunduar së rrafur 2 kokrat e vezëve, i hedhim në një enë. Hedhim edhe filxhanat e vajit. Dy filxhanat e vajit. Hedhim edhe 2 filxhanat e sheqerit. Vazhdojmë i përzim së bashku. Hedhim edhe qumshtin. E përzim të gjithë masën derisa të bëhet e njëjtë. Pasandaj hedhim miellin pjesë. Brumi duhet ta bëjmë të shkripët, mos jetë shumë i fortë. Hedhim edhe mjaltin. Hedhim gati një filxhan kafe me mjalt. Rodhim dhe filxhanin e kafes me mjalt. Tani marrim e përzim të gjithë masën derisa të na tretet dhe të përfitojmë një masë të tërhequr. Tani që masa është bërë e njëjtë, marrim e hedhim edhe miellin. Hedhim edhe një gjysmë sot buke. Vazhdojmë me hedhim miellin dhe punojmë me dorë derisa të na krijohet masa që neve duam. Hedhim miellin pjesë. Për këtë masë biskotash na duhet një gjysmë kilogram miell. E kemi përfunduar së punuari brumin e biskotave. E kemi hapur masën e brumit të biskotave në një shtresë rreth 1 cm të lartë. I kemi prerë në forma dhe i kemi rreshtuar në tepsi. Tani marrim dhe i fusim në furrë, i pikim në temperaturën 325 gradë për rreth 30 minuta. Ja dhe biskotat me mjalt u poqën, i kemi nxjerrë nga furri, i lëm të ftohen dhe i servirim për të ngrënë. Tani që janë ftohur biskotat, i rreshtojmë në pjatancë edhe i pudrosim me pak sheqer pudër. I rreshtojmë dhe biskotat e tjera. I pudrosim edhe këto.
tani kemi gati për të ngrënë. I kemi pudrosur me sheqer pudër biskotat me mjalt dhe i kemi serviru në pjatancë. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëf të mirë.